Unë e kërkoj vajzën. Mas 10 dite në ka orë një letër edhe një numër i telefonit në atë letër. 3 ditë na nuk e kena dita është i gjallë. E kemi najt një 3-4 ditë në malë. Edhe e gjujt i para syve të me aty, ka gjujt edhe ka kësyrë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini duhet abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Kosovë, do të habilitaren për një 55 vjeçare, quhet Arife Muj, e cila ditën e sotme do rrëfej historinë e familjes së saj, se si humbi vajzën dhe se si bashorti i saj u plagos rënd. Zonja Arife është duke më pritur, unë do habilitaren dhe do e përshëndes. Arife, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Flasim live nga Kosova, më shkruajte që jam nga Kosova. Po nga Kosova. Nga cili vend i Kosovës? A jemi të apo lodhësh, a i ki punë shumë kalon? Mirë, ju mirë jeni andej? Mirë. Më bëhet qefi. Nga cili vend i Kosovës je? Komuna e Gjilanit Bresalës. Ju më dërguat një mesazh në rrjetin tim social në TikTok dhe kishit një histori që kërkoni ta denonconit këtu në live me Odetën. Po djali madha ka kërku. Ka qenë djali juaj që më ka shkruar. Djali ka shkruar. Dhe kush është historia? Dua të dëgjoj ditën e sotme për të më mësuar me detaje çfarë kërkon. Unë e kërkoj vajzën prej 1993-ës që më ka humbur. Vajzën tënde? Vajzën time, po. E ke lindur në vitin 1993? 93-ën. Djalin që këtë ka kërku e kom lindë 1991-ën 7 muj. Kom lindë në spitalin e Gjilanit. Po. Edhe atëra parota nuk ka pas për me bajt fëmijat aty. Tak nesërën e kom dhënë në shkrimi për me çu për Prishtinë. Po pse? E kanë çu në Prishtinë, e kanë mojt në okupator 2 muaj e gjys. Vajza lindi me probleme? Jo, djalin e madh. Djali i madh, djali që më shkruajti në TikTok, po. Po, 2 muaj e gjys e kanë mojt në okupator në Prishtinë, mas 2 muaj e gjysve e kena marrë djalin. Me po nuk na kanë lënë asnjëherë. Vetëm në informata që shku burri ka vetë, mas 2 muaj e gjys e na i kanë çu djalin. Djali ka lind 2.100, 2.400 kur e kena marrë për spitalit sot. është shëndash e mirë, i ban 35 vjetë shtash. Edhe pat këtë jetën e gjatë. Faleminderit. E vojza nuk jam bashkë e sigurt me 6 maja se na kanë ish kita të letra i kanë nasi, kanë allakot. 1993-ën e kom lindë në ora, kom shku në Gilan, po më lejmë Sariloki mu pi Gërdijes. Pra, 2 vite pasi linde djalin, sollën jetë vajzën që ka qenë maj 1993. Një vjetë e gjysë që ashtu ma shumë s'ka pos. Po. Mo asim mu Sariloki në shtatë zanim ro. Çfarë është? Edhe probleme. Shku Vangilan me lind. 7 muja për që ashtu vojzën. Ka lindu në muajin e 7, po. Edhe ajo në muajin e 7, po. Edhe më thanë shko me lindën të Sarilokit, ka se nuk e di që na në gjithë sa nuk është. Infektiv. Po. Edhe kum lindë shikën, më thanë apë jabë gjysë me shu për Prishtinë në 7 muj. Apo në shkrumë. Në ora 10 e kum lindë vajzën, 2 orë ma kanë lonë më vajzën të krevejti, mas 2 orëve në ora 12 e kum dhënë në shkrimin e kanë morë e kanë nisë për Prishtinë me qu. Notës. Historia përsëritet me vajzën një lloj si me djalin. Një lloj si me djalin, edhe mas në ora 10 e kum lindë, në ora 12 e qonë për Prishtinë, me shtinë okupator. Po. Por burin më nxes, se këtë njerë s'ka pos telefona para luftës. E qartë. E i tragova që kom lindë vajzën e kanë qu, ka shku drejt për Prishtinë. Kur ka shku në ora më Prishtinë, me njerë dhe më nxes. So kam rriora si jo me sakt, ka pyt në informata, e kam thonë o konë me smut e kena qu për Beograd. Pra nga Prishtina vajza foshnja kishte kaluar në Beograd. Amo po, une nuk e besoj këtë sen që ka kalu në Beograd,
se djalin e madh pa e dhënë nënshkrimin në Gilan, te i nesër nuk e kanë çuar për Prishtina, e kupton? E qartë, dhe juve nuk ju pyetën në ato kohë nga Prishtina për ta çuar në Beograd, ndaj dyshon. Dyshoj se padhën prindin në shkrem, fëmija nuk quhet. Edhe kur shkoj ai fëmijë për orës 12 më të natës, u kom pak si hallakat, si ko luftë. U kom situata së kom bashkë e mirë, unë e dyshoj kur shkoj ai fëmijë për Prishtina shpejt. Padhën prindin në shkrem, po pyet prindi pa. Por e dashur Arife, dua të pyes, në momentin që bashorti udhëtoi menjëherë nga Gjilani për në Prishtinë, kur ti i tregove se foshnja kishte kaluar në Prishtinë, i kishe vendosur emër vajzës? Jo, emër jo, veç u kon të me thonë bjemnin, se kom pas librezën e vajzë Risën e Arife Gashi me bjemnin, se më në thonë ka Prishtina. Po. Më lind fëmijën me libreza, me librezë që kina pas para luftës. A jem po pa bu punur, halo. Vajza ka marrë mbiemrin tënd, Gashi. Po, Gashi. Se ti në atë kohë nuk e qenë martuar ligjërisht dhe të merri Jo, mbiemrin muje e ka mora, mo kon të mona me librezë, kom lind në Gilan. Pra, mëmsia Arife Gashi, kurse foshnja ka marrë mbiemrin Muje. Muje, po. Mbiemrin Muj, mbiemrin e familjes, të bashkëshortit. Por në momentin që bashkëshorti ka vajtur në Prishtinë, ata i thanë e dërguar në Beograd se çfarë kishte vajza, i dhanë një shënim me çfarë ishte. Hiç kur gjë nuk i kanë thënë, veç u kon me smut e kena çu për Beograd. E sëmund nga se? Do më kishte lindur me sëmundje me çfarë? Hiç kur gjë kur kanë fare informata nuk i kanë thënë. Fëmia ka shumë mirë, 2 orë mbojta unë, mas i lindi, do me thonë këtë krevote, si djalin, mas 2 orë e morën. Edhe qonën për Prishtinë edhe i kanë thonë kështu. Mas 10 dite, se unë kom nejtë edhe pak në spitalin që në për veti, edhe mi krëtën atë procedurat, mu më dullë që pe infekcionit, pe gërdijet, shatë zanisa, për kupton? E qartë. Nuk ka pos diçka së të fëmija. Se me pas konë që është në gjithë sa diçka ka mëjtë me jasi dhe fëmija. Por përpara se të kalojmë pas 10 ditëve kur ti dole nga spitali dhe sigurisht dole e mërzitur kur more vesh lajmi që fëmia iku në Beograd, do të pyes ç'a ndodhi më pas, a u interesuat Beograd. Në ato 2 orë. Po tash tregoj. Ato 2 orë që ke mbajtur foshnjen në spitalin e Gjilanit, mjekët e Gjilanit çfarë të thanë? Përveç se kishte lindur nën pesh, rrezikonte diçka tjetër foshnja vajza? Jo, absolut po gjajtë si djalin. 1 kilo 900 gram ka lind, djali 200, ka lind fëmija normal që është lind fëmija. Edhe 3 ditë kom në spitali, më dalë, mas 10 dite në ka orë një letër, se kina në postën të mbresarë që tonë atëre posta. Orë një letër e ka pru postiri me zap, ama e shkru me dorë. A i të kuptu me... Të kuptoj qartë, me stilolaps? Po, e shkru me... Fëmija juaj ka vdekur, këtë punë i krynë zavudi, sërbet, komunat që i kanë thonë. Po. Nuk keni qka me orën e morë, se na e kena vërrus. Edhe një numër i telefonit në atë letër. Që a i numër i përkiste spitalit? Po, një numër i telefonit në letër. Tash me që atë numër telefonit ka shku pënoti jam të shkolla, ka full në telefon. Po. I ka morë, ka thonë, une, ani se ka vdik, une ku du me orë me morë qatë fëmijë, në Beograd. I kanë thonë, ti nuk i qka vjen, se fëmijën e këna vros t'i kthesh thot. Vjen e kthesh mbrat thot. Përgjigja që morët nga spitali i Beogradit. Nga spitali, po. Tasha u koni Beogradit, a ka u konaj numërune, nuk mëj me verifiku. Por nga prefiksi mund ta verifikonit kujt i përkiste. Besoj... Po, valloj nuk e gjitha se kom harru njëra pëse shumë vjeta, për kuptan, më në qatë numër ka thirë për noti jam, mu lajmëru që ashtë që s'keni që ka me orë me morë se ka vdek, të puni ka kry komuna dhe këthesh mbrat shtot. Sepse viti 1993 ka qenë viti vështirë për Kosovë. I vështirë, po. Edhe për djallin ka qenë notë njëta i vështirë edhe për vojzën. Amo që djallin sot dhe thëmë zënë shëndet është për mara 35 vjetë i bënë qëtash. Por, qëfar dyshon? Që ka shkru. Dyshon se ndoshta vajza mund jetë birësuar dhe nuk jo shkëthyre në familje? Unë e dyshoj, edhe ma shumë dyshoj që këto në Prishtinë s'ma nuk më flanë zemra që kanë gjuas për Beograd. A, ti dyshon që fëmija nuk ka vajtu fare në Beograd, gjithçka ka ndodhur brenda spitalit të Prishtinës? Muj me dyshu se pa në nshkrim fëmija shkon.
Por, burri kur vajti, bashkërti juaj kur vajti në Prishtinë, nuk kërkoi llogari në spitalin e Prishtinës pse e çuat në Beograd pa na njoftuar ne? Jo, s'ka kërku veç, i kanë thonë që i kena që për Beograd, u konë me smut, edhe kur që këti nuk i ka shku me një në të momente që pa dhonë në shkrim që shkën fëmija. I dashur, Arife, për para disa ditëve, unë kam trajtuar historinë e një vajze nga Kosova me emrin Vlora, e cila ishte një fëmijë i birësuar në Kosovë, ishte braktisur nga nëna e saj biologjike, por nuk ka lidhje me vajzën tuaj, nuk me të dhënat, por dua të them diçka tjetër. Dhe unë mësova që në ato vite, Vlora kishte lindur sigurisht në vitin 2001, por në ato vite nga 2000 dhe para, edhe para luftës 1999, jetimorët e Kosovës kanë qenë të mbushura me fëmijë. Dhe nuk ka pasur interes spitali të merrte fëmijën ty dhe ta çonte në jetimore, kur jetimorët kanë qenë të mbushura dhe institucionet bënin thirrje familjeve që të ndihmonin dhe të merrnin dhe të birësonin fëmijë. Domethënë, pse zemra jote thotë që vajza jote është gjallë, ke dyshuar diçka, ke arritur të zbulosh diçka, apo thjesht kështu e mendon ti dhe e ke të vështirë ta pranosh? E kam të vështirë me pranu se për shembull djali i madh kur ka lind Nora Mon Gilan. Dhana po jap në shkrim me çu për Prishtinën pa praninë e burrit, nuk dhash në shkrim, e kupton? E qartë. Tash çaj fëmijë ka me Gilan te Nora më gjas kur ka ardhur burri. Nuk e kanë çu për Prishtinë, nuk e kanë dërguar. Pa e dhënë në shkrimin, a je të kuptu? Të kuptoj qartë, ke dhënë ti në shkrimin dhe më pas fëmija për shembull çaj fëmijë pa e dhënë prindin në shkrimin kur shkoj ai për Beograd, peri orës 12 unë i zbigi Leonit natës. E qartë. Në orën mëngjes fëmija nuk është. U shku për Beograd. E mendon se ndoshta shëndeti i foshnjës është përkeqësuar dhe nuk kanë patur kohë t'u njoftojnë juve dhe për të mirën e foshnjës e kanë dërguar në një spital më të specializuar. Unë edhe ai rast mendohet edhe ajo ka mujta më pse mos më ta dhon. E dashur Arife, ndoshta 1999 lufta shkatroi gjithçka në Kosovë dhe ndoshta edhe arkivën e dogji, sigurisht nuk ka më arkiv, le të themi, në shumë vende të Kosovës. Je interesuar, dua të pyes më vonë për vajzën tënde, qoftë në Beograd dhe në Prishtinë? Jo më intereson Gileani, na konë në arkiv, kena këqyr, po bashkë krejt senet si kanë këqyr, që aty një herë s'kena mujtë me gjithë, po gjë jem të interesua vetë, po do të me shku edhe në Prishtinë me këqyr edhe atje. Sepse unë jam e sigurt që në momentin që foshnja është nisur nga Prishtina në Beograd, spitali i Prishtinës duhet të njoftonte spitalin e Gjilanit, ku ishe ti, që fëmijën e kemi nisur në Beograd. Ja, mu nuk më kanë lajmëru për gjë. Gilani absolut, kur gjë s'm ka lajmëru mo, Hiq Gilani s'm ka lajmëru. Unë e komendu si kur djallin, apo e kupton? E qartë. E kanë qu, kërë 2 muaj gjysve, i na shu e këna morë, s'na kanë lënë me po absolut as një herëq, veç një informata. E qartë, djali ka qenë në spital derisa ka marrë peshën dhe më pas ju kanë njoftuar që ju të shkoni ta merrni, e qartë, e kuptoj. Kanë thirrë me shku me dhënë gjak, kanë dhënë edhe konoti dhe burrit të gjak, 600 gram gjak i kanë dhënë, sa u konë djali në spital. Po. Edhe ja kanë ndërru gjokin djalit. Amo nuk e kanë po këta heqa, edhe e qartë. Ja kanë dhënë gjokin, si jemi andru për ja kanë dhënë gjokin djalit, se shumë i dëpt. E që djali sot është, unë dyshoj, hajtë të thëmë në anë e kanë qukit, po pse veç mësë më të dhëmë? Arife, mund të ekzistoj dhe fakti që ndoshta në Prishtinë e kanë mbajtur foshnjën, e kanë dhënë për birësim, historira të tilla unë kam dëgjuar plot, edhe në Shqipëri ka ndodhur këto gjëra, absolutisht. Por është një histori që dua të tregoj me sinqerisht shumë e vështirë, sepse ti vetëm kujton që ka qenë fillimi muajit maj 1993 që linde vajzën, në spital ta morën dhe e çuan në Prishtinë dhe më pas humbi gjurmët duke të thënë që në Beograd, te erdhi një letër ku të njoftoi për vdekjen, por ti nuk e besove kur, dhe nëse është gjallë dhe është birësuar diku, sigurisht që të dhënat e saj janë krejt të ndryshe, dhe unë uroj që ai fëmijë të jetë gjallë, uroj me zemër të jetë gjallë. Krejt në ndryshe, krejt mund me thonë ndryshe atë, po. Patjetër, thjesht ai dokument që e ka shoqëruar ai libreza jote me mësin Arife Gashi dhe foshnja bante mbi emrin Muj janë ndryshuar dhe nuk ekzistojnë më. Kjo është e sigurt. Sa vjeç i bie ti jetë sot vajza? Në 93 ka lindur? 33.
33 vjeç, dy vite më vogël se djali. Nga Kosova më vijnë shumë denoncime, realisht ka shumë histori të tilla, dhe sidomos për sa i përket 1999-s kohës së luftës është një numër shumë i madh i denoncimeve të personave të humbur në atë vit. Por e mendojmë dhe e dëshirojmë sikur ti je gjallë vajza juaj, si një nënë që e do shumë këtë gjë. Çfarë mesazhi do përcjellje sot e dashur Arife? Unë përcjell një mesazh që çdo nënë që ka humbur fëmia, inshallah dën Zotit paktën e një gjurmë tina e gjonë, ose të gjallë, ose të vdekën. Se edhe të vdekën, po bje fjalla me ditë që ka vdekë, për shembull me gjithë gjurëmën, i jekët çdo prindi. I dashur Arife, unë t'jap një këshill që duhet ta bësh. Të shkosh në Beograd, në spitalin ku dyshohet se ka qenë foshnja, ta hapet arkiva dhe padyshim nëse foshnja ka vdekur është regjistruar në atë spital me mbiemër dhe mëmsin tuaj, ku edhe është varrosur, ku ka dhe një parcel për ta verifikuar. Nëse në spitalin e Beogradit nuk gjen asgjë të shënuar, asnjë lloj të dhëne nuk arrin dot të zbulosh në arkivën e Beogradit, atëherë vërtet ke të drejtë të dyshosh se ndoshta diçka fshihet në historinë e vajzës tuaj, por duhet verifikuar ky hap. Është shumë i rëndësishëm, është hapi i parë që duhet verifikuar Spitali i Beogradit dhe çfarë shënuar për foshnjën tuaj. Ka vdekur, nga se ka vdekur dhe ku është varrosur, sepse nëse ka varrosur, e kanë varrosur bluzat e bardha, pra spitali, padyshim që është shënuar një parcel, një vend ku është varrosur. Dhe kjo gjë duhet verifikuar. Në momentin që nuk gjejmë asgjë aty, atëherë të nisim kërkimet me shpresën që është gjallë, është birsuar diku, qoftë në Kosovë apo Amone pa gjithë diçka në Prishtinë që me ditë, ku e kanë qunë cëllë në spital, qyshte, unë nuk moj me shumë Beograd ashtu. Verifikimin e spitalit e bën nga Prishtina, sepse fatkeqësisht atë letër që ty të erdhi ai lajmërim i hidhur, ti nuk e ruan. Po, te spitalit Prishtinës me gjithë diçka atë, atëherë moj me shku ngila. Atje në Beograd, se une për të kallë drejtën e kam burin të plagu në luftë. Dhe ka të orën e hopë të njëna në krejt. Se bashorti është plagosur në luftë? Bashkëshorti jam, po, kënë absolut ka, anejna nuk guxon me i se i ka emnat, se u ka qenë luftë. Të dorën e ka të humbër, dorën e djathë, e ka në brëllë poshtë. Ashtu kështu në veç me djemë këtë punë me nisë, se për përnëryshe me të mos ka shansë. Të besoj. Jo për Beograd s'ku të ndeshtë në të. Është e kuptueshme. E dashur Arife, sa fëmijë ke aktualisht sot? Sot i kam 3, 2 djemë e një vajzë. 2 djemë dhe një vajzë dhe mi jeti kesh të 3. Por duam të pyes për bashorti, në kohën e luftës, ti me fëmijët ku ustrove, se bashorti ka qëndruar në luftë. Në valloj një herë të shtëpia këtë, se kë ka qenë luftë ma largë, i ka orë të shtëpia, se ma herët kë, me folë ashtë, i ka pas plagu të shkije, u puni plagu qëto në dorë ma herë. Por, pak plagu me, ka orë të shtëpia, veç më na po, edhe mi shku, më zlok shku po në tje, edhe a i ka që dikosh a që shtet nga ka në orë tani neve në kanë. Pa, sërbët, ju kanë ardhur në shtëpi? Po foti që s'kanë mujt me jetu, se kë o rrugë e flokti ka si, se ka pas flokti e mdoja, edhe këtu e kanë gjullt në shpi e kanë plagu, edhe i ka ro plumi dëm, kitja ka si dorën. 13 orë ka dirë gjakës ashtu, e kanë morë në spital, njerë i kanë aqu privat, se kanë morë, i kemi lajmru e norë dhe kanë morë ushtrija, kanë që në Gilan notën, dikurja kanë në peru dorën, edhe aty kanë dosht me vrau, po që a i mjeki nuk i kaloni Beogradit të të maheret, e keni pruk të se pranu, të të zëni me vrau. Dikur notën e këshim pas operu, do me thonë pi brisortit e Gilan e kanë që të e rejk në atë farë, kamionetën, aty e kanë që me një shpi, i shkone edhe një tjetër, pi aty të ka honë qënë në këtë një sonë du me vdik se këtë gjopi i vadir kej, e tani kanë që në spital Gilonit, aty e kanë operuja, kanë këhu dorën, këto e kotë këpotë. Brëllet e poshtë krejt, 3 ditë na nuk e kena dita është i gjallë. Veç mas 3 dite kena morë vesh. Hershme. Tash mas 10 dite, një herë të mbresësartë, kemi net mas 10 dite kena shku të të miqës burit Gilan,
tani kom shkut në Istrit e kom po që ashtu këtë në për paramilitar në për katastrofë, se dhe më nuk kom pak pa hinë ato. Edhe do pare tani adash, mas do dite ja ka do një servës, ja e ka lëshu tani e për spitalit, edhe 2 javë dit ka shku qdo dit i ka thonë me orë të spitali me pastru vagën që ashtu në për paramilitar ka shku, e do mund tani mbaraj hinën ka NATO që hini. E dhimbshme, ai vit ka qenë shumë i vështirë për gjithë shqiptarët e Kosovës dhe shumë familje kanë pësuar drama të tilla. Ka jetë shumë spital sa kanë nejt, e kanë rrejt, si ndryshe zbohet. Mas e kanë operu, e kanë lidh me lësica të burkit, me dorë, me kom, 24 orë, kanë mojë qashtu. E gjvejshon, edhe të rrujt e dira, edhe të i meran me rrejt. Sa vjeç ka qenë bashorti? Ka qenë i rinë atë vit? 34. 34. 34. Ju sa vjeç keni qenë? Ju keni qenë me fëmijët e vegjël? 28 gati, 27 për 28. Djallin e vogël e kom pas 1 vjeçar, vajzën 4 e gjys, djallin e madh 7 e gjys. Dhe momenti ku kanë ardhur e kanë gjuajtur në shtëpi, ju keni qenë prezent me fëmijët aty? Po, na kreti një koni kom pas të natit këto, po këndytin ka do shti me dal me ik për një kse. E kemë së klejme, shqitoni jo. Po. Për lap. E qartë. Edhe e gjujt i para syve të me aty, ka gjujt. Edhe ka kësy. Ka ik, tani e në shku ma poshë, ati e kanë rëvë, e kanë plagu. Edhe s'kanë mujt njerë me gjithë, tani masa nena, kemi shku na, e kemi gjithë, e kemi prunë shpe. E kemi që njerë në spital se kanë pranu, e kanë që privat se kanë pranu. Tani e pomë që po desi kena lejmë rrugë shkitje në orë dhe kanë marrë vetë të shtuja. Momente shumë të trishta, momente më të vështira në jetën tuaj që keni kaluar. Është e vërtet. Ju gjatë kohës së luftës nuk keni lëvizur, keni qëndruar në shtëpi? Ja, do me thonën, para se mu plagu burri, 2 javë, se një muj për para, na u morë ofenziva këto, kena dollë malë. Qatë ditë ma kanë vroni po natë nëse 37 vjetë. I kalon me dhe e 5 jetima, i kanë vërës 2 plesë këto në katon, e kemi najtë një 3-4 ditë malë, shatura kena najtë. Do me dhonë gjollin e vogël 1 vjeçar që aty në rej, këtu jalo me pelina, me krejt, me katastrofë. Mas 1 muj e gjys, më ka plagu burri mua. E qartë, e kuptoj, dhe më thënë, ajo periudhë mos ardhë kur, për askënd, për çdo popull. Inshallah, për asnjë familje. Asnjë familje, por pas lufteve, le të themi, gjërat u sistemua në Kosovë dhe sot jeni shteti i pavarur dhe gëzoni lirinë tuaj. E dashur Arife, ne jemi të dyja së bashku këtu në live modetën, sepse ti rrëfeve sot historinë e familjes tënde për vajzën që sollen jetë në maj të vitit 1993, ku dyshon se është gjallë, dyshon se është fshehur në spital. Ne e prezantuam sot për herë të parë, unë uroj dhe shpresoj që të zbulohet kjo e vërtet, të marrim informacione, ta uroj që të jetë gjallë mbi të gjitha. Amen, faleminderit shumë. Të bashkohesh me vajzën tënde, por duhet të mendosh që ndoshta historia është edhe ashtu siç të kanë treguar që ka vdekur. Nuk dua të ndez një dritë jeshile tek ty dhe më pas të zhgënjesh. Ne vërtet do kërkojmë, por mendoj që mund të jetë e vërteta edhe ashtu siç tu tha në atë vit që foshnja ndroi jetë. Kështu që ne do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Faleminderit, edhe para 2 vjetë, Lajko ka qenë edhe një emision, ka pas gazetar të Kosovës. Këto në shpe, kemi dhënë deklarat, po që për momentin halos në kanë lejmëru. Nuk kanë zbuluar asgjë, e kuptoj. Nuk kanë zbuluar asgjë, po. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, ti e ke numrin tim, unë e kam numrin tënd, kështu që uroj të mësojmë diçka dhe të pres telefonata për historinë tuaj. Faleminderit shumë, të përqafoj. E sukses punë edhe ti, e një jemi kismet për të mirë. Të përshëndes, mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam 55 vjeçare nga Kosova, e cila na preku me momentet që rrëfeu vitin 1999, luftën e Kosovës, ku gjitha familjet shqiptare përjetuan momentet vështira, pjesa më e madhe humbi dhe njerëzit më të dashur në atë luftë.
Gjithsesi uroj dhe shpresoj që kjo nënë të zbrojë të vërtetën dhe për vajzën e saj që solli majin e vitit 1993 dhe dyshon se ndoshta diçka ndodhi në spitalin e Prishtinës. Gjithsesi uroj të zbulohet e vërteta dhe me zonjën Arife do të jem në kontakt edhe në ditët në vijim. Por do të jem dhe ju për disa minuta tjera live këtu në këtë video, pasi një tjetër personazh dua të risjell ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e dëgjojmë së bashku historinë. E dashur Liri, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Liria, po flet me juve nga Prishtina. Jemi live nga Prishtina. Po. E dashur Lirie, unë i kam lexuar të gjitha mesazhet që më dërgove në Viber dhe ti kërkon ditën e sotme të tregosh një histori për të arritur qëllimin e një djali që është në kërkim të nënës së tij biologjike. Po. Ju këtë djalin e keni mik, shok? Është shok. Punojmë bashkë. Punoni bashkë. Ti kërkon të ndihmosh mikun, shokun tënd. Po. Atëre, mund të ma tregosh këtë histori? Odeta, në bazë të dhëna ti, po filloj me tregu tregimin. Po. Ky fëmijë adoptuar nga dy prind që nuk ka pas fëmijë në Prishtinë. Është lindur me datën 2 qershor në Prishtinë, në spitalin e Prishtinës. 2 qershor të kujt viti? Të vitit 1997. Po. Nana e tij quhet me dokumenta siç e din, në bazë të thënat, jo me dokumenta, në bazë të thënat, Adriana Morina Mramorina e Gjakovës. Edhe njerë të lutem ma përsërit emrin e nënës biologjike? Nëna e tij, emri nënës tij biologjike, quhet Adriana Morina, çdo herë në bazë të dhënave. Jo sa i ka arritur të zbuloj diçka nga dokumentat? Jo, pse çka ka ndodhur, ai nuk është i regjistruar në datën që ka lindur, sepse prind që e kanë adoptuar ja kanë ndru edhe datën e lindjes. Do me thonë, viti i lindjes është i njëjtë, mirë po është i regjistruar me 20 qershor i lindur, jo me 2 qershor. Do me thonë... Dokumentat origjinale që i ka pas janë të humbura. Do me thonë që i ka pas prind adoptiv, janë të humbura, nuk ekzistojnë fare. Flasim për vendimin e gjykatës kur ata kanë bërë birësimin. Po, nuk ekzistojnë ato dokumenta fare kur është birësu personi, në fjalë. Por këtë histori, si e ka mësuar djali në fjalë? Ai sot mban të njëjtin emër që i ka vendosur nëna e tij biologjike apo ka një emër që ja ka vendosur nëna birësuese në Prishtinë? Jo, ky djalë është është marrë nga spitali i Prishtinës 3 vjeç. Do me thonë 3 vjet pasi ka lindur, nuk ka pas emër. Nana që e ka adoptuar i ka vendos emrin edhe mbi emrin që e bën në me thonë të babës tij edhe të nanës. Pra, djali në fjalë që i bie të jetë 28 vjeç, po, i datinjes 2 qershor 1997 që ka lindur në Prishtinë, është birësuar pas 3 ditëve që i bie diku data 5 qershor, 1997 dhe prindërit që e birësuan në Prishtinë janë ndryshuan datën e lindjes duke e vendosur 20 qershor. Po, e vërtet është se atëherë në sistemin e Shqipërisë, po, edhe disa persona që kanë shku me lind kanë lind me identitete të ndryshme. Për shembull, kjo nënë që ka lind besohet që ka lind me një identitet tjetër, me një ID të dikuj tjetër, ose tezës, ose dikuj tafërm që e ka. Ashtu është thonë. Mirë po tash na nuk dim kur gjot pa hasë në dokumentat kryesore në spitalin e Prishtinës. Por, djali në fjalë, prindrit birësuesi ka? Nuk e kanë birësu në mënyrën e rregull, sikur që kanë qenë procedura përpara. Është nana e ka nxjerrë prej spitalit, janë ka dhënë fëmijën këtyne kësaj familjes dhe mandej ata kur e kanë bërë regjistrimin e fëmijës e kanë bërë me datë tjetër
edhe ja kam vendos emrin e djalin e tij. E qartë, por dua të pyes e dashur Liri, miku juaj, si e zbuloi të gjithë histori që ishte një fëmijë i birësuar, e mësoi nga vetë prindrit? Jo. Para se t'i vdesë nana ka këtu mi tregu, mirë po kë e ka largu bisedën, qysh ka qenë më i vogël, e ka kuptu prej disa fëmijëve të lagjes, mirë po nuk i ka besu shumë, për arsye të caktuar, sepse ka qenë shumë i përkthyer edhe s'ka besu që është i adaptuar. Mirë po pasi ka para një viti, në bashkëbisedim me disa familjarë vetë, edhe tash para disa ditëve në bashkëbisedim me një familjarë vetë, ata ja kanë pranuar që është fëmijë adoptuar, edhe tash kjo është në një lloj depresioni pak, se po ka shumë dëshirë ta gjejë nanën e vet biologjike dhe babën nëse ka mundësi. Pra, djali në fjalë që ne nuk duam ta identifikojmë emrin e tij, e ka mësuar ose i është pranuar nga familjarët tani kohët e fundit, në moshë madhore. Po, në moshë madhore, unë thash prapë, dikun para një viti të një personi tjetër, edhe thash rishtas të kohë një personi tjetër. Kështu që kjo e ka kuptu që është edhe i adoptuar, tash, ka tentu, ka kërku dokumenta, po s'ka mujt me gjetë, edhe mu më luti, nëse ka mundësi, unë me ju drejtu juve edhe me i ndihmu që ta gjej nanën biologjike. E qartë, dhe sinqerisht do të falenderoj që ti e ke marrë përsipër si një mik që e ke djalin në fjalë 27 vjeçarin nga Kosova për të hyrë këtu në live me Odetën, dhe pse imazhi juaj është i mbuluar, ju nuk doni të identifikoheni, po kërkoni ta ndihmoni nëpërmjet këtij live-i. Po, nana e tij biologjike, siç ky më ka thënë, e ka emrin Adriana Morina, nga Morina e Gjakovës ka qenë. Po atë kohë që ajo ka qenë në moshën 16 apo 17 vjeçare që e ka lind këtë fëmijë, ka qenë duke u shkolluar në Prishtinë, siç po thot prapë në bazë të gojdhënave tek tezjave. Pra bëhet fjalë për nënën e tij, bëhet fjalë për një vajzë që ka qenë studente në atë kohë dhe ishte larguar nga vetëlindja e saj nga Morina e Gjakovës dhe që është vendosur në kryeqytet në Prishtinë. Po ka ndaj tek tezja vet. Dhe ka qëndruar te tezja e vet dhe dyshohet që mund të ketë pasur në një histori dashurie dhe ka mbetur shtatzën. Sigurisht. Dhe për shkak të kushteve është detyruar që pas lindjes ta lërë fëmijën në spital. Po. E ka dhënë te tjetër familje. E kuptoj, sepse pjesa më e madhe e dashurisë të këtyre historive fatkeqësisht kanë ardhur nga këto histori dashurie kur kanë qenë të rinj, kanë qenë student, janë braktisur nga partnerët dhe këto nëna janë detyruar që fëmijët i lënë jetimore. Është thuhet se kjo ka lindur me identitetin e tezës së vet. Pra nëna biologjike e vërtet nuk quhet Adriana, por ka përdorur emrin e tezës së vet, kartën e identitetit, le të themi, të tezës së saj. Jo, me kjo emrin e vërtet e ka Adriana Morina. Mirë po, nëse hasin në arkivat të spitalit të Prishtinës, në pretendoni me gjithë mundet me qenë që ose ka lindë me emrin e vetë të rregullt Adriana Morina, ose ka lindë me identitet rrajshëm, me identitetin e tezës të tij, që shqumë të ashtezja e saj, unë nuk e di, mundet me ndonë, tash ai verifikimi shkon në bazë që e verifikoni. A ka mundur do të djali në fjalë të bëj një verifikim në arkivat e spitalit për të mësuar të dhënat se kush është nëna e tij, me çfarë emri është regjistruar, gjithnjë duke u bazuar tek ditëlindja? Nuk mundet, sepse nuk ka drejt, nuk ka qasje në dokumenta, përderisa ky nuk i ka dokumentat originalit lindjes. Por si e ka mësuar ai që ka lindur në 2 qershor të 1997-s dhe prindrit ja ndryshuan datëlindjen në datën 20 qershor. Kush ja ka treguar këto sekrete? Odeta ja ka treguar nëna e vet. Nëna birësuese. Është ndru ditëlindja
Gjoja ky ka lindur në shtëpi, nuk i ka treguar që ka lindur në spital, po Gjoja ka lindur në shtëpi, edhe ju ka ndru edhe data e lindjes për shkak sistemit Jugoslav, atë puna ishin veç në gjendje lufte. Po. Edhe nuk kanë mujt të regjistrojnë fëmijë që kanë lindur Gjoja në përshpia, nuk kanë mujt me regjistru në datën që kanë lindur. Po kupton, është regjistru në datën kur është akcionu, shembull. E qartë, flasim për vite përpara 1999-s që Kosova të fitonte pavarësinë. Po. Çdo sen ka qenë pa rregull atë kohë. Ka pas pa rregullsi shumë të mëdha, edhe andaj fëmijët nuk janë regjistruar në datën kur ka lindur shembull. Mirë po arsyeja se këti ju ka ndru data e lindjes ka qenë sepse ky ka dalë nga spitali, nana e vet e ka qit prej spitalit me dokumentat vet, po mandej e ka dhuru te kjo familje, apo kupton? Që mos me pas probleme kjo prej familjes vet, se familja e vet, nana, baba, Gjoja tjerë familjar, nuk ka di që kjo familje ka qenë shtatzane. E ka mbajtur të fshet, shtatzanin. Po. Dhe ka... Po? Ky fëmijë kur është marrë prej nanës biologjike, është duru, nuk ka shku me dokumenta siç bëhet adoptimi I rregullt I një fëmie. Po vetëm është falë ta ajo familje, edhe mandej këta e kanë regjistruar në emrin e vet, Gjoja ky fëmijë ka lindur në shtëpi. E kuptova, për shkak të situatës në Kosovë në ato vite, nëna e tij birësuese e ka regjistruar me vonesë duke treguar që fëmijën e ka lindur në shtëpi. Po. Por në të vërtet, ajo fëmijën e ka marrë, e ka birësuar le të themi nga vetë nëna biologjike që ja ka falur. Po, ja ka falur. Adriana Morina, nga Morina e Gjakovës. Po, ashtu supet. E dashurie, duke ditur që ti po flet në emër të djalit dhe jam e sigurt që ti historinë e ke mësuar me detaje përpara se të hyje këtu në live me Odetën, por djali në fjalë të gjithë të historinë me detaje që nëna e tij biologjike ja ka falur zonjës që më pas u bë nëna e tij birësuese, ja ka treguar vetë nëna birësuese apo e ka mësuar nga persona të tjerë? E ka mësuar nga persona tjerë, nga nana e tij birësuese nuk ka mujt me kuptu që ka qenë I adoptuar. Ajo është larguar nga kjo jetë dhe ai kur nuk pati mundësi që të fliste dhe të dëgjonte nga goja e saj të vërtetën. Nuk ka mujt. Ajo nana e tij ka tentu mi tregu. Kur ajo ka pas një sëmundje shumë të rëndë, mirë po kjo përmes me dasht me e bezdis nanën, I ka thonë, mos vazhdo ma ty tjerë mos më trego. Sepse kjo ka qenë në dhindjen e sëmundjes së nanës vetë, s'ka desh me shqetësu. Apo kupton? Të kuptoj qartë. Edhe mas vdekjes tij, kjo e ka kuptu nga një familjar I vete, mirë po prap nuk I ka besu, se kjo në fakt ka përngjan me babën birësues shumë. Një rastësi le të themi që ka një ngjashmëri me babain birësues. Shumë I përngjan babait edhe hallës. Edhe aty ka lind ai dyshimi. Mirë po kur familjari vetë ja ka pranu, tash edhe familjari tjetër para një muaji ja ka pranu që është I adoptuar, atëre ky mu drejtu mua dhe më tha lutem, se unë e shiqoj emisionin e juaj çdo herë. Të falenderoj. Edhe mu drejtu mua tha a ki mundësi me më ndihmu. Ka unë e po tentoj, po I shkruaj Odetës, edhe nëse ajo ka mundësi me të ndihmu, ka me botë pa mundurën për ti me gjetë nanën edhe babën biologjik. E dashurie, unë këtu në live me Odetën e kam hapur dritaren për shumë shqiptarë të Kosovës, por dhe të Maqedonisë së Veriut, padyshim që kjo dritare është për të gjithë shqiptarët dhe padyshim që do të merrsha në telefon dhe do ishin të dyja në këtë live. Dua të flas si një motër, jemi të dyja bashkëmoshatare dhe dua të flas si një motër, sepse përpara disa kohëve, konkretisht përpara një viti, unë kam sjell këtu në live me Odetën historinë e një të riu nga Kosova që kërkonte nënën biologjike. Një zonjë u zbulua dhe u dyshua që ishte ajo nëna biologjike, por me atë histori
ne lënduam shumë familje. Sepse ajo zonjë që e kishte braktisur nuk ishte treguar kur të vërtetën që kishte sjellë në jetë një fëmijë. Ajo ishte martuar, kishte krijuar familje, kishte sjellë në jetë fëmijë të tjerë dhe ra një bombë për atë zonjë kur i biri doli pas shumë viteve në një live dhe konkretisht në një nga live-et e mia, tregoi historinë dhe kërkoi nënën e tij. Dhe gjithë merakuim më i madh në këtë histori kur trajtoi është që të jemi të kujdesshëm mos të lëndojmë familje që janë ndërtuar, mos të lëndojmë fëmijë që kanë ardhur në jetë më pas, por mos të lëndojmë më së shumti nënën e tij që ne e bëm publike emrin, quhet Adriana Morina. Ndërkohë, dua të pyes dashur Liri, për ta vazhduar bisedën dhe për të mësuar më shumë informacione rreth sa historie që ti ditën e sotme po denoncon. Mirë nëna djalit i vdiq, nëna Birësuse, dhe në momentet përpara se ajo të jepte shpirt ka dashur t'ia tregojë, por ai e ka ndaluar me një qëllim që mos ta lëndonte, është e kuptueshme, por me babain e tij Birësus nuk ka folur? Jo, babai ka vdek 30 para nanës. Babai ka vdekur më herët. Po. E qartë, dhe ai nuk ka folur asnjëherë në jetën e tij me ata dy persona që i thërriti nën dhe baba dhe që e rritën me shumë dashuri. E rritën me shumë dashuri edhe e kanë rritur me aq bukuri këtë fëmijë dhe kanë jo kujdes, ashtu që ndoshta as nëna biologjike nuk ishte kujdes për të. Mirë po, ky e pak këtë fat keq ky djalë edhe dy prindit i vdeqën. Tash ka me tezën, edhe tezja don shumë, mirë po ky e ka dëshirën që ta gjej. Nënën e vet biologjike dhe baban, çdo herë pa i kriju asnjë problem. E kuptoj. Vetëm nëse ajo ka dëshirë me kontaktu me te. E kuptoj qartë Liri, të gjitha fëmijët të cilët janë të birësuar, vjen një moment duan të dinë të vërtetën dhe realisht e kanë të drejtën për ta mësuar të vërtetën, të dinë kush janë, nga kanë ardhur dhe kush janë rrënjët e tyre. Dhe sigurisht që ai e kërkon sot nënën e tij. Por desha të të pyesja, e dashur Liri, çfarë moshe e lanë prindrit birësues kur u larguan nga kjo jetë? Babai i tij ka qenë moshën 86 vjeçe, aty dikon, ndërsa nona 76. Por djali çfarë moshe ishte? I rritur ishte kur i humbi prindrit? Po, dikon, kur e ka humb nanën ka qenë 25 vjeçar. 25 vjeç. Kur e humbi babën ka qenë 21 vjeçar. Por sot që ai është me tezen nga nëna birësuese, Po. edhe me gjyshen, nuk e ka marrë guximin të flasi me to? Po, ka fol, po ato janë gjëra më shumë që nuk duhet të konfidenciale, edhe nuk ka arrit shumë e fol me ta. E kuptoj, sepse unë jam e sigurt që tezja mund të di më shumë edhe me gjyshen, ato e mbajnë mend shumë mirë momentin kur nëna e tij e ka birësuar, kush ka qenë ajo zonjë që ja ka dhënë fëmijën, por ti po më tregon që ato... Edhe ato dinë sa po tregojnë unë, sepse nuk kanë qenë prezente aty. Nuk kanë qenë prezente dhe nuk kanë informacion? Jo, nuk kanë. Por 28 vjeçari, djali që është në kërkim të nënës së tij, e ka përjetuar të gjithë histori kur e ka mësuar? E ka përjetuar shumë modeta edhe është një kohë depresioni që po lyp ndihmë me i gjetë familjen e vetë, do me thonë prindrit biologjik, po e ka kriju një lloj frike që nuk po mundet vetë me u ballafaqu me realitetin, po lyp dikush t'i ndihmoj. Frikë Edhe unë përderisa punoj me to, e ku marrë guximin me ju drejtu juve me i ndihmu. Se kur dikush i ndihmon, ky post ma i qetësu, apo kupton?
ma i qetë. E qartë, ai nuk ka guxim, rëndesa e tij psikologjike, gjendja e tij psikologjike nuk është në gjendje që të ishte ai sot këtu në live me Odetën dhe ta tregonte të histori dhe ta ka kërkuar ty këtë nder dhe e kuptoj ngarkesën që ka edhe nga ana emocionale ky i ri. Por si fillon me bisedu për prindët e tij, për shembull, fiton mas pare kur fillon me bisedu pikë së pare, kur fillon me bisedu për prind adoptiv, ndihet shumë keq që kanë vdek, ka herët edhe kanë lënë këta shumë tri vet, mos shumë tre vet. Mandej kur fillon me bisedu për prind biologjik, edhe më shumë i krijohet një farë lloji frike, sa që nuk ka guxim me u ballafaqu me realitetin vet. Çdo herë do me pas ikon afër. Dhe më vika keq sinqerisht për këtë të ri që ndodhet në këtë gjendje. Ai ka frikë të përballet me realitetin, pse? Mendon që po gjeti nënën biologjike sikur ka tradhtuar atë birësuese, apo frika të përballet me një zonjë që nuk do ta fali për veprimin që ka bërë, që e ka braktisur, nga ka frikë më shumë. Ky me të vërtet është shumë person sensitiv dhe është person që është shumë fëmijë i mirë, i edukuar, shumë i qetë, shumë i urtë. Edhe mirë po vetmi problem është që nuk, edhe gjithashtu nuk e akuzon nënën se e kalon. Na duke bisedu par dje me këtë bisedë, tha, unë nuk e falsoj nënën time se nuk dihet si ka pas ajo rrethanat, edhe nuk mund ta gjykoj. Ndoshta s'ka mujt me majtë në shtëpi, sa ka qenë në përfshatra, jeta krejtë ndryshe. Nuk ka pas mundësi ku ta vaj fëmijën, andaj është detyruar me lënë. Dhe e ka falur, nuk e gjykon apo e paragjykon pse e braktisi. Për asnjë më të voglën që thoi shifër nuk e akuzon dhe e vlerëson, thot i falenderoj shumë që më ka pru në jetë. A e ka diskutuar djali në fjalë me gjyshën, me tezën që do kërkoj nënën biologjike? Jo, nuk e ka diskutu, sepse nuk këtu qëndron tash pak edhe një problem tjetër, ato nuk kisha pas dëshirë ta bëj publike, ajo mbetet veç mes tij dhe tezës dreta, mirë po ka tentu me marrë informata, s'ka mund me nxerr, asnjë informatë për tyne, edhe kështu që e ka lënë në një pozitë që le të zhvillohet e të kërkojë ndihmën dikon tjetër. E kuptoj, e dashuria, e kuptoj, prandaj është detyruar që të kërkoj dhe në këtë lloj forme për të gjetur nënën e tij. Por desha të pyesja, nuk e ka marrë guximin të shkojë në Morin, në Gjakov, të kërkojë me këtë mbiemër? Na ke për arsye të traditës, na kemi pas, unë vetë kom tentu të një ditë nisën edhe ta kërkoj. Mirë po, duk mi parë rrethanat edhe tradita që shenë në përfshatra, unë është me vasë edhe në problem. E qartë, kuptova. Frika më e madhe është që ajo që thash pak më parë unë, mos të lëndojmë familje. Po, edhe kështu që sepse unë ka pas të nisem edhe ta kërkoj vetë, në basë të emrit edhe në bjemrit, që ajo e ka, që disa persona e ka ndonë, edhe patë me shku vetëm femra, mirë po, aty me njëherë lidh një lloj dyshimi, ku qysh tek, apo kupton. Edhe në rrethinat, do me thonë, të fshatrave, që nuk mundesh bashkështu me hyrë në fshat, sepse me njëherë krijojnë një lloj dyshimi. E qartë. Edhe andaj nuk e marrëm në rrugën, ndoshta na u duk më arsyeshme me ju drejtu juve, se ndoshta te kishim marrë në hakin vetë.
E kuptoj, frika për shkak të traditave që kanë shqiptarët në atë zonë, të zonën e Gjakovës, që janë fanatik, që ndoshta këto sekrete kanë ngelur brenda disa mureve dhe nuk kanë dalë, dhe përballja juaj me një familje për të kërkuar pikërisht të zonjë dhe për të treguar këtë histori se është djali që kërkon sot pas 28 vitesh, të bën të ndihesh jo rehat, nuk e bën dot këtë lloj gjëje, të kuptoj qartë, nuk shkon dot dhe troket në derë. Jo. Unë e kam tentu me shku mirë, po prapë ty e ka pas frikën që mos pe i kushtojnë ndonjë problem asaj, sa ajo ndoshta ka kriju një jetë, ka kriju fëmijë, ka kriju, edhe mandej fillojnë ato dyshimet se ju prej Prishtinës për kërkoni për çfarë, se shihet edhe, do me thonë, regjistrimi i veturës që zerën nesh që e ka Prishtina, fillojnë me i pyetjet e spodojnë me hyrë ato probleme, me kriju probleme. E kuptoj qartë. Për shembull, edhe të ndonjë tash friksomi edhe ndoshta padive që mujnë ata me ndonë. Po, të kuptoj qartë e dashur Lirie. Por zonja në fjalë, nëse ka qenë 16 vjeç në atë kohë kur e ka sjellë në jetë djalin, ka kaluar 28 vite, i bie të jetë 44 vjeç sot. 44, ajo ka qenë ose 16 vjeçare ose 17. Sigurt nuk e dim, mirë po është ose 24 vjeçare ose 45. Po, sipas llogarive kështu i bie, o 44 ose 45 vjeç. Por mbi emrin të cilin ju po e kërkoni, ajo dhe mund ta kenë ndryshuar, nëse ajo ka krijuar familje, është martuar, sot a mban një mbiemër tjetër. Po, dhe ta kemi tentuar edhe ta kërkojmë në Facebook me Ardiana Morina për afërsisht asaj moshës 45 vjeçare. Mirë po, them vërtetën, më shumë u bazojshin në ngjashmërinë e personit. Mirë po, nuk mundon shumë me gjetë, se kishte shumë Ardiana Morina, po kishte asnjë nuk u përshtat të është ngjashmërisë të ftyrës së tij. Apo kupton? Tash na nuk mundemi dhe mu bazu bashkë në ato ngjashmëri, se ndoshta ky ka për gjallë vaj. Çdo hedhje tjera pyetje apo tjera probleme, kështu që kemi tentu ndoshta me shiqur shumë, po s'kemi arrit me gjetë bashkë diçka që ju përshtatet ti. Sepse kërkimi i parë që çdo njeri bën janë rrjetet sociale. Me emër, me mbiemër, hyn në Facebook, në Instagram, në të gjitha llojet e rrjeteve sociale për të gjetur diçka, por kur të dalin shumë emra dhe mbiemra dhe foto të ndryshme dhe kurse një personin është shumë e vështirë për ta gjetur, kjo është e kuptueshme. E dashur Lirie, po e bëj këtë bisedë me ty, se unë jam e sigurt që këtë live po e ndjek djalin në fjalë. Ndoshta dhe unë e kam të vështirë t'ja thosha nëse do ta kisha vetë djalin dhe jam me ju dhe e kam më të lehtë intervistën. E keni menduar ose duke ditur që je mikja më e ngushtë e tij, i qëndron afër, ja di gjithë historinë, ai kërkon këshillat e tua, e keni diskutuar se ndoshta një pjesë e mirë, jo një pjesë e mirë, po disa histori që unë kam bërë nga Kosova, ironi fati i quajmë ne, histori të cilët fëmijë që janë braktisur nga nënat dhe kërkojnë sot fëmijët t'i gjejnë, një pjesë e mirë e vajzave shqiptare, kosovare, kanë pasur dhe lidhje me shtetas serb. E keni menduar që ajo mund këtë patur një histori dashurie me një shtetas serb, apo ndoshta edhe në një abuzim që mund këtë ndodhur, dhe ajo shkakun më kryesor e ka patur këtë gjë dhe është detyruar ta lërë fëmijën në spital? Jo, Deta, nuk e besoj fare atë punë, se rrethonat në atë kohë që kanë qenë, kemi qenë në pushtimin serb. Po. Pikëpare, vajzat e Kosovës nuk kam pas të dashur serb përpara. Këto mund me garantu me çdo gjë, se nuk kemi qenë përzira në martesa me gjenerata me popullin serb. Për shkak të konfliktit, unë e kuptoj që
nuk ka pasur marrëdhënie dashurie apo martesa mes shqiptarëve të Kosovës dhe të shtetasëve serbe, e kuptoj qartë. Jo, nuk është një vajzë ta gjesh, një vajzë shqiptare nuk mund është ta gjesh që është martuar ose ka pas lidhje dashurie me një serb. Se ashtu ka qenë mentaliteti në Kosovë. Jo, e kuptoj qartë. E di shumë mirë këtë gjë e dashurie dhe të besoj në këtë që po thuaj, por nga eksperienca nisem që kam patur një histori në Mitrovic të një vajze nga Mitrovica që kishte sjellë në jetë një fëmijë me një shtetas serb dhe ishte detyruar ta linte në jetimore. Po në bazë të rajonit, çdo herë bazohesh në bazë të rajonit, të Kosovës. Ata njerëz jetojnë, nuk e besoj që ajo ka pas ndonjë marrëdhënie me një shtetas serb apo nacionalitet serb. Ajo është 100% shqipe që është shqiptar. Nuk mund të jetë, sidomos në atë kohë, nuk ka mundur të jetë serb. Unë uroj që të gjendet nëna dhe babai, të jenë të dy shqiptar, të gjej dhe ai djalë jetë i lumtur. Po, ai veç atë mundësi po e kërkon, edhe nëse ata nuk dojnë me komuniku me të krejt është okej, pajtohet edhe me ato, mirë po dash zotin që këtë e gjetë në anën e vetë, çdo herë me ndihmën e ju, edhe me ajo nënë me pralu që e pasni. Pa marrë parasysh, e tregon, apo se tregon, apo e bon ndonjë takim të mshef, kjo e pranon gjithë qysh, vetëm ta di që e ka gjatë. E dashurie, ajo që do ta bëj më shumë të lumtur jam e sigurt është nëse ai do ketë motra dhe vëllezër, gjë e cila i ka munguar në jetë, se fjalën nën dhe baba ai e ka thërritur. Po. E ke diskutuar këtë pjesë? Mirë po, ta them të vërtetën, partje kur kemi biseduar, e ka këtë fjalë. Kam dëshirë ta gjej nënën biologjike shumë, po kam shumë dëshirë ta di edhe kënë e kam bërë. Kush është gjaku im? Nëse ai do gjej nënën biologjike, automatikisht do e mësoj kush është dhe babai pastaj. Po. Pa dyshim, çfarë do lloj historie që mund të ketë qenë atë vit, në 1997-ën, në qoftë një histori dashurie që e ka braktisur partneri, apo çfarë mund të ketë ndodhur, nuk e dim, ne thjesht supozojmë dhe mendojmë në bazë të eksperiencës time, historive që kam trajtuar, dyshojmë se mund të jetë kështu historia, por e vërteta nuk dihet se çfarë ka ndodhur dhe pse ajo nënë është detyruar që atë fëmijë ta lërë në spital. Por e ka menduar refuzimin se kjo është një tjetër pjesë që të dhëm shumë dhe është një goditje ose më saktë një braktisje e dytë. E ka menduar që ajo zonjë mund të dali nesër, por mund të reagoj dhe mund të mbyllë gjithë telefona dhe mos të reagoj. Paktën, edhe nëse nana nuk e pranon, nëse ka mundësi me e pranu në i daj, apo teze, apo dikush familjari saj, veç me i tregu që nana e ka jetën e vetë, nështë zdoj me i tregu, po paktën të ta drejtoj të babaj. Apo kupton? Ta ketë një dije, kjo nuk do me shkaktu probleme në asnjë anë pa lejen e tyne. E kuptoj, ai nuk do të dëmtoj nënën biologjike, babain biologjik, familje që ata kanë krijuar, por për ironi të fatit ai ishte i pafajshmi. Ata dy njerëz që sollën në jetë. Edhe është një djalë aq i edukum, aq punëtor, është me të vërtetë t'ja kesh lakmin këto kohët e sotit që na përjetojmë, ta kesh fal nënës adoptuese që ka edukuar aq mirë, është një djalë për shembull. Por unë jam e sigurt dhe nëse ai do ta gjejë nënën e tij biologjike, nën për të do mbetet ajo që e rriti. Kështu ka ndodhur. Ajo që e rriti edhe shkoi. E ka një mërzi të madhe që e ka humbat nën. E qartë. Edhe çdo herë thot, jo shumë krenar, nën për mua është ajo që më rriti. Se ka hequr shumë, sidomos në kushte që kemi qenë në pushtimin e Serbisë, në çfarë kushte e ka rritur me matë bukurën jetë që i ka dhënë ajo.
Dhe s'ka si të ndodhi ndryshe dashuririe, që pa dyshim që ai ka një dashuri të madhe për atë zonjë që fatkeqësisht është e ndjerë sot, është larguar nga kjo jetë. Po. Por, gjithsesi, djali në fjalë është përgatitur edhe me refuzimin, ai vetëm thjesht kërkon të mësoj rrënjët biologjike, se kush është nëna e tij dhe nëpërmjet nënës të mësoj që dhe kush është babai biologjik. Po. Nuk ju pegon. E dashurie, emigracioni i shqiptarëve të Kosovës ka nisur shumë vite më herët, që në kohën e Titos. Po, e vërtetë është. Dua të them që shqiptarët e Kosovës kanë emigruar. Qysh nga viti 1989, kur serbët veç Serbia e kushtoi Kosovën në çdo aspekt. Desha të thosha që shqiptarët e Kosovës e kanë patur emigracioni shumë më herët se shqiptarët e Shqipërisë. Duke ditur që një pjesë e mirë e shqiptarëve të Kosovës janë larguar edhe para luftës 1999, por edhe pas luftës, kjo zonjë edhe mund të jetë larguar. Në vendet e Europës ka krijuar familje dhe nuk mund të jetoj fare në Gjakova, po. Edhe ndoshta. Ndoshta është largu edhe kohën kur ka lind, ndoshta është martu, ka kriju jetë. Patjetër, mund ta ketë vazhduar jetën e saj. Sepse unë dua që ditën e sotme dashuriri nëpërmjet këtij live-i, jam i sigurt që miku jot të ka dhënë një mesazh në emër të tij, në emër të atij 28 vjeçari që kërkon nënën, por që se ka guximin të ishte vetë sot dhe ka kërkuar ty këtë nder, je ti sot me mua, çfarë mesazhi do t'i përcjellje kësaj zonje, nënës biologjike, nëse do na dëgjonte, qoftë ajo apo dhe njerëz familjar të saj apo dhe persona që e njohin. Ke një mesazh, ndoshta ai djalë të ka dhënë një mesazh dhe dua që mesazhin e tij të përcjellësh sot. Po, dhe kom bisedu me të lidhje me këtë çështje. Jam edhe vetë femër, edhe e di në për çfarë rrugë ka kaluar nën, që ka sjell këtë fëmijë në jetë. Mirë po, mesazhi im është pa i kriju fare problem. Në qoftë se është e mundur, unë do t'jo edhe numrin e telefonit që ajo zoj me kontaktu nëse e ka dëshirën. Çdo herë pa i kriju probleme që ky djalë ta njohë nënën e vet, edhe dash Zoti që ta dy të njihen. Çdo herë pa i kriju probleme asaj, edhe uroj që çdo femër që e lën një fëmijë, kudo që e lën, ose s'ka pas mundësinë ta arrit, ta kërkon, sepse ky fëmijë e meriton ta ketë një levatim ose ta ndigjoj faktën një zot të nënës vet, biologjike. Ta di kush është dhe nga ka ardhur. Uroj që gjitha nënat që prej zorit shumë të madh i kanë lënë fëmijën, që një herë, ndoshta më shumë vite t'i kontaktojnë edhe t'i kërkojnë. E uroj. Sepse to janë ato që ja kanë dhënë jetën këtij fëmiu edhe kanë sjellë një jetë. Atëre, edhe unë do bëj një thirrje në këto momente për gjitha audiencën time, më korrigjon nëse bëj gabime Liri, i bëj thirrje edhe unë zonjës Ardiana Morina, që dyshohet se është e moshës 45 apo 46 vjeç, nga Morina e Gjakovës, e cila ka qenë një studente 16-17 vjeçare në vitin 1997 në Prishtinë, ku ka sjellë në jetë një fëmijë në 2 qershor e theksoi 1997. Për shkak të kushteve, u detyrua që ta linte në spital dhe ai fëmijë që sot është 28 vjeç, është birsuar, ka humbur nënën dhe babain birsues dhe sot është në kërkim të nënës së tij biologjike. Nëse kjo zonjë është duke na ndjekur, mund të telefonojë në numrin tim që dua ta përmend në këtë momente, numri i telefonit është 069 99 55 698, që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, dhe uroj dhe shpresoj që familja Morina që mund të na ndjekin në një pjesëtar, që mund ta njohë mirë të histori, mos të hezitoj, qoftë anonim të më telefonoj që ai 28 vjeçar të njohë se kush është nëna e tij, dhe uroj me dashuri që sa më shpejt të takohen dhe ai djalë ta njohë atë zonjë që e solli në jetë. Faleminderit shumë Odeta nga ana juaj, edhe uroj që ajo në të telefonoj. Pak të veç
telefonoj nëse nuk don kontakt me djalin, vetëm ta di që ja dëgjoj sonin asgjë më shumë. Të falenderoj që të pata në këtë live, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, uroj që të vinë informacione dhe të arrim në gjurmët e kësaj zonje. Okej, uroj që çdo e mirë të bëhet mirë për popullin shqiptar kudo që kërkojnë prindrit e vet, edhe uroj që ajo zonjë të prapë të kontaktoj, nuk e kam problem çdo gjë që ka nevojë, jo me dhone e gashme me ndihmu. Bravo dhe të lumt goja. Dhe do mbetemi në kontakt, të përshëndes nga Tirana e dashur. Faleminderit ju, edhe unë ju përshëndes nga Prishtina, nga Dardania e Madhe. Mirë të dashur miq, e dëgjuam dhe këtë historinë e 28 vjeçarit nga Prishtina, i cili është në kërkim të nënës së tij biologjike me emrin Ardiana Morina, nga Morina e Gjakovës. Kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit, por mund të më dërgoj edhe mesazhe në rrjetet sociale. Urojmë dhe shpresojmë që ky ri të lidhet sa më shpejt me nënën e tij. Ju falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Kjo dritare nuk është vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por edhe për shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që shpeshherë më shkruani a i merr përsipër në live këtë histori. Po, të gjithë mund të më shkruani dhe mund të jeni këtu në live me Odetën. Ju falenderoj dhe ritakohemi nesër dhe mos harroni, këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar. Mirupafshim dhe takohemi nesër.